Përshëndetje, si e? Mirë, faleminderit. Atëherë, Sokol, si shpritur në Turqi incidenti me raketën iraniane? A shihet si një incident i izoluar apo si një kërcënim real ndaj sigurisë së vendit? Në fillim në pas një prononcim nga Ministria e Mbrojtjes turke, e cila tha radarët e NATO-s të vendosur në mesdhepra në Turqi, kanë asgjësuar një prellë balistike e cila është nisur nga Irani, duke kaluar vjen ajrore të Sirisë dhe të Irakut dhe është asgjësuar në një hapësirë 20 kilometra jashtë kufirit të Turqisë, por ajo prella antiraketa ka rënë në Turqi dhe si fillim ishte që po është një rrezikshmëri, por në fakt më vonë në prononcimet të zyrtare të presidentit Erdogan, po ashtu edhe të organeve kompetente turke treguan që ky nuk ka qenë një gjë që ka pas për qëllim në tokën turke apo vijin ajrore apo detin turk, por ka qenë një aksident apo një që mund të kenë dalë edhe jashtë komandimit ose ka qenë dërguar për një vend tjetër, por në orë të pona të darkës pastaj edhe presidenti iranian Pezeshkian tha që jo në asnjë mënyrë popullin vëlla dhe mik turk nuk e kemi goditur, pra gjitha kjo ishte një gjë që e cila edhe si fillim ishte shumë problematike, e cila u alarmoi gjithë natën patjetër, por pastaj fillon duke rënë me qetësi